Unë jam Arbër Gjani dhe sot marrë pjesë në këtë organizim të retros me makinën time që është një Benz R129 apo kategoria SL. Kemi ardhur këtu sepse është një organizim normalisht shumë tërheqës, qoftë për ne që jemi të apasionuar pas makinave retro, por qoftë edhe për qytetarët që shohin normalisht të bukuri, makina të mirë kujdesura, të mirë kuruara, pasi kanë një punë shumë të gjatë, të cilën e marrin gjatë gjithë kohës makinat retro, duhet përkujdesesh, duhet plotësosh disa kushte për të qenë i regjistruar në kategorinë retro. Organizimi këtu është shumë mundësi e bukur, qoftë për ne për t'i shfaqur makinat, qoftë edhe për t'u njohur dhe me pjesëtarë të tjerë që janë të regjistruar në retro. Gjithashtu është një mundësi edhe për qytetarët, sidomos në këto ditë pushimesh, për pasur një aktivitet apo një mundësi për të dalë dhe për të shijuar apo për të marrë dhe atë pjesë pasionit tonë që normalisht duam që ta shikojnë të tjerët. Ka pasur organizime të tjera, për mua është hera e parë në Fier, nuk kam marrë pjesë tjetër në Fier, kështu që ishte kënaqësi që të udhëtohem në Fier sot dhe të tregonim bukuritë e makinës tonë. Faleminderit. Motori i luftës dytë botërore e ka pasur babai, në vitet 60 e ka bler babai se i shiti ushtria me kile dikur. Dhe qysh atëherë babai e përdori për aq sa jetoi. Tani në fund fare kam ja 3-4 vjet që e kam restauruar, siç e shikoni në këtë gjendje që është. Jam shumë i kënaqur, për të shitur nuk e sheh se ma kanë kërkuar shumë, por jam shumë i kënaqur që e kam këtë motor dhe e kam kujtim nga babai. Pra, një lidhje shpirtërore apo? Nuk bëhet fjalë. Nuk e ndroj me asnjë gjë dhe as më shkon ndërmend më japi sa të duan. Nga cila zonë vini? Unë jam këtu nga Fieri. Babai ka qenë oficer kur mori këtë motor dhe më ka ngelur mua. Unë ja kam lënë djalit tash. Asgjë, të lutem. Edhe kanë një numër tullët që i organizon në retro, pastaj janë Come